Ti marrin pak me rezervë 35% për shpenzimet për ushqime, 40% për qerat, apo ka ndoshta një ndek më të madh? Patjetër, të gjitha të dhënat që tha Dorina janë të sakta, dhe është ajo çfarë realisht tregu dita ditës po tregon. Nga ana tjetër, ajo çfarë duhet bëjë qeveria mendoj përtej në perceptimit reale dhe që të reflektoj për ato çfarë thuhet, është pikërisht që duhet të ketë, të themi, efektin social duhet ta ketë më të ndjeshëm. Në efektin social pikërisht është ajo çfarë kanë pengesë ose çfarë janë shpenzimet që janë të larta për familjet, të paktën ato që janë me 2 rroga, dhe po flasim edhe për çiftet e reja, po flasim edhe familje që janë me fëmijë të vegjël dhe kanë në aktivitete shkollore, në shkollë, në kurse private, pra dhe këtu duhet në një farë mënyrë të ndikojë, siç thamë, edhe për Qiran, pra duhet të jetë akoma më efektive dhe më, të themi, më prezente me banesa sociale. Do të jetë pse jo edhe me transportin publik. Është një problematik tjetër, pa çka s'u thashë nuk është çmimi, tha ministri. Nuk është rritur çmimi, por ama nga ana tjetër është një kosto që ndikon. Dhe ajo mund të ketë një farë mënyrë, do të shikohet një farë bonusi ose një formulë që një farë mënyrë të ketë një ndikim dhe të ketë një ulje në familjet në nevojë dhe në familje që nuk arrin të themi një limit social. Por nga ana tjetër mendoj që është shumë e rëndësishme të krijohet pse jo edhe një komision ose të krijohet edhe një grup teknik që të monitorojë çmimet e tregut dhe të shohin realisht që a dilet me një pagë mujore normale në fund të muajit dhe çfarë dhe ku mund të ndërhyjë qeveria për ta bërë një gjë të tillë. Mund të jetë edhe bllokimi i çmimeve ose ngrirja e disa çmimeve të shportës që janë, të themi, disa ushqime që janë bazilare dhe elementare dhe të rëndësishme, të cilat në një farë mënyrë duhet të ngrihen me çmime të fiksuara, pse jo edhe për 6-9 muaj, të cilat në një farë mënyrë mund të ndihmojnë. Dhe nga ana tjetër, po absolutisht duhet të incentivojnë ato biznese që aplikojnë këtë formë, të themi, këtë formë mbështetje që duhet bëjë nga ana e qeverisë. Nga ana tjetër mos harrojmë që ka dhe është rritur shumë dhe përqindja e kredive të marra nga familjet për sa i takon dhe jo për të blerë gjëra të luksit, por për shpenzime të përditshme. Sipas të dhënave dhe të Bankës së Shqipërisë janë mbi 13%. Dhe vetëm nga viti i kaluar për shpenzime të prodhimit të brendshëm bruto. Dhe vetëm nga viti i kaluar ka pasur një shtesë me plus 20%. 20%. Kjo është, të themi, edhe një sinjal tjetër këmban alarm, e cila në një farë mënyrë qeveria duhet të ndërhyjë dhe të shohë se si mund në një farë të incentivojë këto familje dhe të ndihmojë, sepse po flasim edhe për 100% të lartë që ato paguajnë kur marrin, që përdorin kartën e kreditit ose pse jo dhe overdraftet, dhe në një farë mënyrë kanë një kosto të lartë, e cila ndikon dhe në uljen e konsumit të këtyre familjeve, sepse në një farë mënyrë duhet të paguajnë për të mos qenë debitor ndaj bankave. Këto janë disa elementë që ndoshta duhet të ketë një reflektim, por ajo më e rëndësishme është që duhet të ketë një dëgjesë reale të asaj çfarë ndodh, dhe sepse në disa momente në shumë institucione përgjegjëse që nuk bëjnë detyrën e tyre, por janë edhe të shkëputur nga realiteti i vërtet dhe perceptimi, ose të marrin ato, të shikojnë me 5.000 lekë të reja, ose të bëhet një analizë, pse jo dhe historike, çfarë blihej 3 vite më përpara dhe sa blihej, dhe të shohin sot me 5.000 lekë të reja, se sa arrin të mbushësh një qese me ushqime bazilare, nuk po flasim për gjëra luksi. Qartë, po sa mund t'i duhet një familje në Tiranë për të përballuar jetesën? Atëherë, për sa tha për një familje me qera, siç e mori shembullin edhe Dorina. Mori shembullin Dorina, një familje që ka qeran për të paguar. Ka edhe 2 fëmijë që madje sikur t'i ketë në shkollë publike, prap ka kostën e saj, sepse një 200 lekë të reja në ditë do t'ja lësh fëmijës të marrë një ëmbëlsirë, një gjë. Pra, në një pagë mesatare që të dy bashkë çift mund të çojnë në rreth 150.000 lekë të reja, të dy të mbledhur bashkë, nëse bën një punë mesatare, prapë mendoj që është një element që nuk arrin të çojë deri në fund të muajit. Dhe pra duhet më shumë se ky nivel. Prandaj edhe unë vej fokusin edhe theksin te fakti që duhet të provojnë të dalin me 5.000 lekë të reja ose edhe me 10.000 lekë dhe të shohin se sa është efekti. Pra në vetvete nuk është. Mendon se nuk e bëjnë dot analizën apo nuk ka vullnet për të parë situatën drejtësisht? Vullneti unë mendoj që ka, vullneti besoj që ekziston, sepse nga ana tjetër mos harrojmë që dhe të gjitha në kapitujt që janë hapur për Shqipërinë tashmë, impakti social dhe mbështetja sociale është një element tjetër shumë i rëndësishëm që qeveria shqiptare duhet ta respektojë dhe duhet ta zbatojë. Dhe përsëris në letër
kemi një rritje 82% në gati 12 vite dhe në çdo vend të botës dhe po ta krahasojmë me vendet e eurozonës që kanë një rritje mesatare në 3-4% në vit, ti do të thuash wow, është fantastike. Ktu është fush me lule. Por nga ana tjetër, siç u thash, ka një rritje të çmimeve të transportit dhe inflacion, paçka se Banka e Shqipërisë mohon dhe thotë që ne kemi munduar edhe po ulim dhe po mbajmë të monitoruar inflacionin, një gjë e tillë është reale dhe është një gjë që është ditën me diell dhe në të gjitha të themi raftet e supermarketeve tona ku shohim çmimet që janë nuk respektohet. Nga ana tjetër, duhet të ketë edhe një kontroll monitorim të çmimeve të tregut. Patjetër që marketet dhe dyqanet janë është biznes privat dhe ai ka të drejtën e tij të bëjë çmimet dhe si të dojë të mund të manovrojë, por e shoh edhe një, si të themi, një bashkëpunim në mënyrë të heshtur midis firmave dhe midis brendeve të marketeve për të mbajtur çmimet pak a shumë të njëjta, për të mos bërë konkurrencën, dhe konkurrenca është ajo që në një mënyrë nëse është e drejtë, çon në uljen e çmimeve dhe automatikisht ndikon dhe në rritjen e shpenzimeve të shportës dhe ka më efekt tek qytetarët shqiptarë. E drejt. Dorina, nga ana jote do doja një shembull, por si do ta mendoje vlerën e saktë që mund t'i duhet një familje për të përballuar jetesën në Tiranë, në një zonë periferike dhe me qira me një fëmijë. Sa do t'i duhet një familje? Po, për mos ta mbështetur në këto me borxh muajin, domethënë t'ia dilni për ta përfunduar 30 ditë, 31 ditë të plota. Tani, paga mesatare në Shqipëri mendohet që është në nivelet e 800 euro. Dhe para është të llogaritur 800 euro, ne vazhdojmë të jemi larg normave të vendeve të rajonit, ku më e larta paga mesatare është në Serbi me 1500 euro. Domethënë me 800 euro po e marr një familje me 2 anëtar, të paktën i duhen për të mbyllur muajin një shpenzim prej 1600 euro, duke llogaritur me këtë pagë mesatare. Por, nga ana tjetër, kjo paga mesatare vërtet na rezulton 800 euro, por mos harrojmë që në këtë përfshihen një miks profesionesh, ku kemi shumë profesione që paguhen, që janë të mirë paguar, kundrejt profesioneve të tjera që nuk paguhen në këto nivele, siç janë IT-t apo ekonomistët, kontabilistët, pra e nxjerr në këtë nivel. Prapë edhe kjo mund të duket, mund ta quajmë pak subjektive, por që në këto nivele mendoj që duhet për të përballuar shpenzimet një familje shqiptare, me këto çmime që janë aktualisht edhe me nevojat e familjes. Pra ti thua 1600 euro? Po, mbështetur tek paga mesatare e qartë e një individi në Shqipëri. Mirë, do të lëmë pak hapësirë ta mendojmë edhe këtë propozim që kanë bërë të ftuarit, do shkojmë në publicitet dhe kthehemi pas pak.